Hej miqtë e mi, përshëndetje, sot jemi në Dibër të Madhe, Maqedonisë, jam me Uranin. Ke lehtësia të Kosovrasit. Veve, po bëjmë ca lajthi për një marakli që jeton në USA, në Amerikë, dhe ka ca saraje, kaq bukra, kaq relaksuse, dhe jemi mu mbi qytet në Dibër. Këtu vetëm të rish, qetësohesh. Të shi do t'ju tregoj edhe një lajthi si mund të pastroni dhe ju shtëpitë tuaja dhe ku do që t'i keni. Ndishe. Okay. Pra si që thash, vazhdojmë me pastrimin nga poshtë. Ta pastrojmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë sipër. Pastrojmë me gëshërë të shi. E bjemë ta pastrojmë pak me sharë. Shi këtu do heqim dy dega. E pasi të heqim dy dega, dhe shohim prapë sa ka me vërë. Dhe heqim dhe degën qendrore, që ta hapim. Ja. Shi pak a shumë mori një formë, si që takon. Do ta rregullojmë dhe pak. Shirë dhe e ja pra si ishte, e ja si u bëmish. Shiva. Të shi është shumë okej, dhe ka marrë formën që i duhet. Urana pëlqen. Shumë mirë. Ju përshëndesim, kalofshi ditë bukur të gjithë. Respekt.